Një zyrtarisht procedura për ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucioni parafinanciar zhvillimor me kapital 100% shtetëror në vend. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën e prokurimit me fond limit 315.8 milion lek për përzgjedhjen e kompanisë konsulente, që do të asistojë në hartimin e kuadrit strategjik, operacional dhe institucional të bankës së re. Procedura synon të tërheqë kompani me eksperiencë ndërkombëtare në ngritjen dhe funksionalizimin e institucioneve financiare zhvillimore, me qëllim që Banka Shqiptare e Zhvillimit të bëhet sa më shpejt funksionale dhe operative. Projekti konsiderohet një nga nismat më të rëndësishme të viteve të fundit në drejtim të krijimit të instrumenteve shtetërore për mbështetjen e ekonomisë dhe sipërmarrjes. Banka Shqiptare e Zhvillimit pritet të ketë rol kyç në financimin e ekonomisë, veçanërisht për bizneset e vogla dhe të mesme përmes mekanizmave financues me kushte lehtësuese. Një tjetër element i rëndësishëm i projektit është zgjerimi i aksesit në shërbime financiare përmes rrjetit të postës shqiptare në të gjithë territorin e vendit, duke synuar përfshirje më të madhe financiare, sidomos në zonat ku shërbimet bankare janë më të kufizuara. Megjithase si shoqëri aksionare, Banka Shqiptare e Zhvillimit nuk kishte detyrim ligjor për të zhvilluar procedurat e prokurimit përmes organit qendror blerës. Ajo ka zgjedhur vullnetarisht t'ia besojë këtë proces operatorit të blerjeve të përqendruara. Ky vendim shihet si një tregues i besimit ndaj standardeve të transparencës, profesionalizmit dhe procedurave të ndjekura nga operatori i blerjeve të përqendruara. Me nisjen e kësaj procedure, projekti hyn tashmë në një fazë konkrete zbatimi, ndërsa autoritetet synojnë që institucioni i ri financiar të shërbejë si një instrument i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, mbështetjen e investimeve dhe forcimin e sipërmarrjes shqiptare.